Mos e urej një gjë që Allahu e ka përzgjedhur për ty, nga se të gjitha përzgjedhjet e Zotit për robin janë për të mirën e tij. Thot Muhamedi alayhis salam, çudi me punën e besimtarit, tërë çështja e tij është e mirë për të, dhe kjo nuk i takon askujt përveç besimtarit. Nëse e godet ndonjë e mirë, ai falenderon dhe kjo është e mirë për të. Po kështu nëse e godet edhe ndonjë e keqe, ai bën durim, edhe kjo është e mirë për të. Andaj mos u mërzit, se çdo gjë që vjen prej Zotit është hajër për ty. Thot Allahu, ndodh që të urreni diçka, mirë po ajo të jetë hajër për ju. Ndodh të ju pëlqej diçka, mirë po ajo të jetë sherr për ju. Allahu e di dhe ju nuk e dini. Andaj kur të vi caktimi i Zotit, dorëzoja të gjitha çështjet e tua atij, jeto i qetë edhe i lumtur, nga se Allahu është bujar i madh, i butë e i mëshirshëm. Çdo herë fundi i durimit është gëzim, ky është edhe premtimi i Allahut. Allahu thot: "Wa bashiris sabirin", dhe përgëzoi durimtarët.